Të ndërkohë vëllezër, dashuria ndaj sahabëve është akide edhe është din, është fe. Ai i cili i don sahabët, ai i cili thot radiallahu anhum për ata, do të thonë i don ata, kjo është fe, kjo është për fesë, kjo është për dinit, sikur që ka thonë dietarët në librat e akides, thot inna min aqidat ahli sunnati wal jamaa wujub mahabbat ashabi. Me të vërtetë prej akides së ehli sunnetit edhe xhamatit është vajib me i dash shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa takrimuhum, është vajib me nderu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wal ihtijaj bi ijma'ihim. Kur ata kanë konsensus për një mesele, ne kemi të drejtë me argumentu me konsensusin e tyre, wal iqtida bihim, edhe kemi vajib mi pasu ata, mi ndjek ata, wa hurmet bukt ahadihim, edhe është haram me ju rejt ata. Sahabët radiallahu anhu, wa dua lahum, edhe me bëu dua për ata, sikur që e përmendëm hadithin, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. O Allah na fal neve dhe ata që na kanë parakaluar me iman.